Cila është gjëja e parë që na vjen ndërmend kur flasim për vendime të mëdha? Zakonisht, një lider i fuqishëm, duke dhënë një urdhër. Kaq. Por ç'të them nëse fuqia e vërtet nuk qëndron fare te urdhrat, nëse fshihet e diçka shumë delikate. E po sot do të zbulojmë pikërisht këtë, sekretin pas vendimeve më të vështira në histori. Imagjinoni pak këtë skenë. Komandanti suprem që fitoi luftën e dytë botërore, Dwight Eisenhower, bëhet president. Dhe paraardhësi i tij, Harry Truman, thot pikërisht këtë. Ai besonte se Ike, i mësuar me botën e ushtrisë, ku jep urdhra dhe të gjithë zbatojnë, do të kishte një shok të madh në shtëpinë e bardhë, do të dështonte. Por, e dini çfarë? Truman po anashkalonte diçka absolutisht thelbësore për mënyrën se si Eisenhower vepronte në të vërtetë. Dhe kjo na sjell te pyetja kryesore. A është udhëheqja thjesht çështje dhënies së urdhrave? Truman, sigurisht, e dinte nga përvoja e tij e hidhur që përgjigjja ishte jo. Po ironia më e madhe e gjithë kësaj, askush nuk e kuptonte këtë më mirë se generali që ai sapo kishte nënvlerësuar. Eisenhower ishte krejt tjetër nga ç'mendonte Truman. Dhe këtu, pikërisht këtu, qëndron ironia e madhe e gjithë kësaj historie. Përvoja e Eisenhowerit në ushtri nuk ishte një pengesë, por ishte trajnimi perfekt për presidencën. Pse? Sepse si komandant suprem, puna e tij e vërtet nuk ishte të urdhëronte, por të negocionte. Vetëm mendoni pak, të menaxhosh egot gjigante të njerëzve si Roosevelt, Churchill, Patton dhe Montgomery. Kjo nuk bëhet thjesht duke lëshuar dekrete apo jo. E vërteta është se, po t'i shohësh të dhënat, Eisenhower nuk ishte as pak zgjedhja e pritshme. Ai nuk ishte i pari i klasës në West Point, as nuk konsideroi ndonjë gjenj i madh strategjik, dhe sigurisht nuk ishte përvojë në betejë që kishin general si Patton. Pra, pyetja natyrshme është, pse ai? Çfarë pan liderët e tjerë tek ai, që ishte kaq e veçantë? Përgjigja, dhe kjo është pjesa më e çuditshme, vjen nga armiku. Një raport i inteligjencës gjermane kishte identifikuar saktësisht superfuqinë e tij, dhe nuk ishte aftësia për të dhënë urdhra, ishte aftësia për të ndërtuar konsensus. Ai ishte, si thuash, ngjitsi që mbante bashkë gjithë aleancën. Kjo, pra, ishte arma e tij sekrete. Dhe shembulli më i qartë, më madhështor i kësaj aftësie është padyshim planifikimi i ditës D, zbarkimi në Normandi. Ky nuk ishte një vendim i vetëm i marrë brenda një nate. As pak, ishte një proces tepër i ndërlikuar, plot tensione, që tregoi saktësisht gjenialitetin e metodës së tij. Pra, si ja doli? Në vend që të hynte në një dhomë dhe të kërkonte një po gjigante për të gjithë planin e pushtimit, ai bëri diçka shumë më të zgjuar. E ndau problemin kolosal në 5 hapa më të vegjël, më të menaxhueshëm. Për 5 muaj rresht, ai siguroi marrëveshje për çdo pjesë, një nga një. Së pari, ranë dakord për faktet, pastaj për kriteret, pastaj për burimet e nevojshme. Çdo fitorie e vogël e bënte fitoren tjetër shumë më të lehtë për t'u arritur. Dhe këtu qëndron gjithë genialiteti metodës së tij. Në vend që të niste debatin duke u fokusuar tek pikat ku nuk ishin dakord, ai gjithmonë fillonte me një pyetje të thjeshtë. Mirë, për çfarë biem dakord të gjithë ne? Duke siguruar këtë terren të përbashkët, ai menjëherë krijonte një atmosferë bashkëpunimi dhe kjo e bënte shumë më të lehtë zgjidhjen e problemeve më të mëdha më vonë. Mirë, e kuptuam. Kjo metodë funksionoi për mrekulli për Eisenhowerin. Por pyetja është, pse? Cila është psikologjia që fshihet pas gjithë kësaj strategjie? Le t'i hyjmë pak më thellë dhe ta dekonstruktojmë këtë metodë të fitoreve të vogla. Zakonisht, modeli tradicional i vendimarrjes është ky. Së pari, hidhen të gjitha idetë në tavolinë, bëhet një debat i madh dhe pastaj zgjidhet njëra. Ku është problemi këtu? Shumica e grupeve thjesht ngecin te faza e debatit dhe nuk arrin kurrë te vendimi. E po, metoda e fitoreve të vogla e kthen këtë logjik përmbys. Në vend të një debati të madh, ka një seri debate të vogla, ku secili ndiqet nga një marrëveshje e vogël. Kjo ndërton vrull, hap pas hapi. Studiuesi Carl Weick e ka një përkufizim perfekt për këtë. Një fitore e vogël nuk është thjesht një hap përpara. Jo, është një rezultat konkret, i plot, i zbatuar. Në vetvete mund të duket si diçka e parëndësishme, por një seri fitoresh të tilla zbulon një model suksesi që bëhet i pandalshëm. Dhe këtu, pikërisht këtu, qëndron e gjithë magjia psikologjike. Fitoret e vogla janë prova të gjalla. Ato i tregojnë ekipit se, hey, bashkëpunimi është i mundur, po bëjmë përparim.
Dhe kjo ndjenjë progresi është një motivues jashtëzakonisht i fuqishëm, krijon energji pozitive për të përballuar sfidën e radhës. Sipas Wake, kjo qasje ka përcen dy pengesa të mëdha psikologjike. Së pari, në nivelin kognitiv, pra të mendjes, e thye një problem gjigant e dërmues në pjesë më të vogla, më të menaxhueshme. Dhe së dyti, në nivelin socio-emocional, ul stresin dhe frustrimin. Tregon se grupi mund të punojë së bashku në mënyrë konstruktive edhe kur ka mosmarrveshje. Pyetja që mund të lindë është, a funksionon kjo vetëm në kontekstin e luftës? Përgjigjja është absolutisht jo. Le të shkojmë në vitin 1983, në Shtetet e Bashkuara. Vendi ishte në prag të një krize financiare të thellë, sistemi i sigurimeve shoqërore po shkonte drejt falimentimit. Dhe detyra për ta shpëtuar i ra një grupi të vogël politikanësh nga të dyja partitë, të njohur si Banda e të Nëntëve. Dhe shifra ishte thjesht marrëmendse. Një mungesë prej 168 miliard dollarësh. Çështja ishte aq toksike politikisht saqë njihej si shina e tretë e politikës amerikane, një metaforë për diçka që po ta prekësh të vret karrierën politike. E megjithatë, ata ja dolën. Si ja dolën? E po, bën pikërisht atë që bëri Eisenhower. Para se të fillonin të debatonin për zgjidhjet, ata ndërtuan një themel të përbashkët. Arritën 3 fitore procesi absolutisht vendimtare. Fitore e parë, ranë dakord për të gjitha supozimet ekonomike dhe demografike. Fitore e dytë, ranë dakord për madhësinë e saktë të problemit, pra 168 miliard dollar. Dhe fitore e tretë, ranë dakord për një parim udhëzues. Zgjidhja do të ndahej 50-50 mes rritjes së taksave dhe uljes së përfitimeve. Vetëm pasi arritën këto, vetëm atëherë filluan të negocionin detaljet. Dhe kjo thënie e fuqishme nga një prej antarëve të grupit, senatori Moynihan, e përmbledh në mënyrë perfekte hapin e parë kritik. Pa një bazë të përbashkët faktesh, çdo debat është i destinuar të dështojë. Ata e kuptuan se për të zgjidhur problemin, së pari duhet të binin dakord se cili ishte problemi, duhet të punonin mbi të njëjtin në realitet. Mirë, deri këtu e kuptuam, fitoret e vogla ndërtojnë konsensus. Por vjen një moment kur debati duhet të mbarojë dhe dikush duhet të marrë vendimin final. Si e bën një lider këtë gjë pa shkatruar gjithë punën e mirë dhe besimin që është ndërtuar? Si sinjalizon se kjo ishte, debati ka mbaruar? Çelësi është qartësia absolute. Ekipi duhet ta di saktësisht se kur lideri po ndryshon rolin nga dikush që lehtëson debatin në dikë që merr vendimin, dhe një mënyrë geniale për ta bërë këtë është përmes një sistemi të thjesht gjurësor. Për shembull, metafora e dy kapeleve. Një CEO shumë i suksesshëm, Jamie Houghton, përdorte një metaforë brillante, atë të dy kapeleve. Kur ai thoshte se po mbante kapelën e kaubojit, të gjithë dinin se ai ishte thjesht një antar i ekipit, i hapur për debat, i gatshëm të dëgjonte çdo ide. Por kur ai thoshte se po vendoste kapelën cilindrike, mesazhi ishte i prerë. Tani un jam CEO dhe po marr vendimin. Në atë moment, të gjithë dinin se debati kishte mbaruar. Por ka një kusht shumë të rëndësishëm që kjo të funksionojë. Procesi duhet të ketë qenë i drejtë. Të gjithë duhet të kenë pasur mundësinë reale për të dëgjuar dhe për të shprehur mendimin e tyre. Marrëdhënia në thelb është fol tani ose hesht përgjithmonë. Pasi vendimi merret, të gjithë duhet ta mbështesin, edhe nëse personalisht nuk ishim dakord. Kjo jep fund asaj që njihet si mbledhja pas mbledhjes, ku vendimet e marra sabotohen nëpër korridore. Në fundit, të gjitha këto teknika që përmendëm, fitoret e vogla, procesi i drejtë, metafora e kapeleve, nuk janë thjesht mjete të ftohta menaxhimi. Jo, ato janë mjete për të ndërtuar diçka shumë më të rëndësishme, elementin e vetëm që bën që gjithçka tjetër të funksionojë. Historiani Stephen Ambrose, duke studiuar për vite me radhë suksesin në Eisenhowerit, vuri re diçka interesante. Pavarësisht të gjitha aftësive të tij strategjike dhe organizative, kishte një cilësi, një fjalë që përmendej vazhdimisht nga të gjithë ata që kishin punuar me të, nga eprorët te vartësit. Dhe ajo fjalë ishte besimi. Njerëzit thjesht i besonin Eisenhowerit. Ata besonin në integritetin e tij dhe në drejtsinë e procesit që ai ndiqte. E kuptori, metoda e fitoreve të vogla nuk është një truk menaxhimi. Është një motor për të ndërtuar besim. Dhe është pikërisht ky besim që e transformon një grup individësh në një ekip të vërtet, një ekip të gatshëm të zbatojë edhe vendimet më të vështira. Ky, në thelb, është sekreti i udhëheqjes së madhe.